Shpërbes është pak e çuditshme me u kthy në këto tema, edhe në vend që mu marrë me temat aktuale, temat të rëndësishme. Nuk e di çka ka me bë tash, duhet më çuzo kur të më thon kom gabu, ose po tërhjekna, ose se kom ditë që të më datën 4 mars nuk është afati, nuk e di çka ka me thonë. Se më thonë drejtë në fërta, nuk i besaj, po megjithatë duhet me dalë dhe me dhoni spjegim. Të dy palët jeni duke folë për mos besim në raport me Kurtin. Përbes Kurtit nuk ka shumë që i besohet. Sinqerisht se i ndram fjallët. Unë personalisht nuk i besoj. Nuk e di a i besojnë partisë temë, këtu po foli si Ermali, unë personalisht nuk i kisha besu. Nëse isha akon ullën dikon me një tavolin, unë nuk i kisha besu, kisha pas që a i takim me u bu publik. E vetëmja mënyrë me u marrë vesh me zotin Kurti është në mënyrë publike, ku ka kamera dhe ka, sepse ne e vrejtëm çka pam paka shumë, tash prapë se prapë jem subjektiv, po ne pam që filloj si ide që nuk do të ketë imponim, do të ketë një person konsensual, edhe në fund përfundum me glau konjuftën kandidat. Qysh mund është ti me nis një proces me thonë nuk do të ketë imponim, do të gjeni një marrëveshje konsensuale. Po për deri sa nuk u gjeta e marrëveshje konsensuale.